Policia rrugore ka shtuar ndjeshëm kontrollet në akset rrugore nacionale, por edhe brenda qytetit, me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë dhe parandalimin e aksidenteve. Shumica e masave administrative të marra janë vendosur për parakalim të gabuar. Sipas të dhënave zyrtare, në total janë vendosur 3717 masa administrative për shkelje të ndryshme të rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa 96 masa të tjera i përkasin kategorive të ndryshme. Ndër shkeljet më të shpeshta rezultojnë 1153 masa për parakalime të gabuara, 402 masa për mos përdorim të ripit të sigurimit, 365 masa për përdorim të aparateve telefonike gjatë drejtimit të mjetit, 486 masa për parkime dhe qëndrime të gabuara, 43 masa për tejkalim të shpejtësisë së lejuar, 22 masa për mos përdorim të kaskës mbrojtëse, 18 masa për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit. Po ashtu gjatë këtij muaji janë arrestuar në total 11 shtetas, nga të cilët 5 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 6 për drejtim pa leje drejtimi. Policia rrugore bën me dije se kontrollet do të vijojnë me intensitet të lartë edhe në vijim, duke synuar ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve në rrugë.